Të krishterët në mbar botën festojnë Krishtlindjet, por në Betlehemin, simbol të festimeve, atmosferën e gëzueshme rrësoi disi dhunari për të rirë izraelito-palestineze. Ka drita, ka këngë, megjithatë nuk mungon dhe një ndjesi e nëndeshme tensioni, tha një pelegrim britanik për Associated Press. Në qytetin e shenjtë të bregut perëndimor, ajo e dieshmja megjithatë ishte një natë e qetë. Kremtimi kryesor shkoi sipas planit, edhe pse turma e njerëzve u pa qartë se ishte disi më e vogël se vitet e kaluara. Festimet e përvitshme në sheshin e Grazhdit u zhvilluan të pashqetësuara, ndërsa në pjesë të tjera të qytetit disa evente u anulluan. Ato që u mbajtën nga ana tjetër nuk ishin shumë pompoze. Më herët gjatë ditës së enjte, 3 palestinezë u vranë ndërsa përpiqeshin sipas autoriteteve izraelite të sulmonin pjesëtar të personelit të sigurisë në disa zona të bregut perëndimor. Një palestinez i katërt humbi jetën teksa përleshej me trupat ebreje. 2 roja izraelite të sigurisë dhe një ushtar mbetën të plagosur. Ky ishte sfondi në të cilin pak më vonë do të mbaheshin në Betlehem festimet e kërshëndellave. Ndjesinë e një tensioni dhe frike në këto festa e përcollën edhe masat e shtuara të sigurisë në Vatikan, ku forcat e policisë ishin në gatishmëri të lartë dhe kryenin kontrolle të imtësishme. Askush nuk hyri në kishën më të madhe të krishtërimit pa kaluar më parë përmes detektorëve të metaleve. Në përpjekje për të treguar solidaritet me komunitetin e munduar të krishterë të Irakut, autoritetet në Bagdad organizuan si vjet një sër evente shkremtuese. Fishek zjarre u lëshuan në brigjet e lumit Tigër, ndërsa babagjyshët vizituan kampet lokale të refugjatëve. Një pemë krishtlindjesh sipas Washington Post më e madhja në lindjen e mesme është vendosur në një park argëtimi në qytet. Të gjitha këto përpjekje vinë në mesin e shqetësimeve se të krishterët në rajon po përballen me një shtim të ndjeshëm të kërcënimeve nga ekstremizmi fetar dhe sektarizmi. Indonezia ishte një nga vendet që i nisën të parat festimet e Krishtlindjeve, edhe pse përpara pak ditësh autoritetet vendase dhanë alarmin nga sulmet e mundshme terroriste në periudhën festive. Ndër 13 zonat e cituara si më të rrezikuarat ishte edhe Bali, ishulli ndoshta më i famshëm i vendit e një destinacion tepër i preferuar turistik. Siç e do tradita, festimet e kësaj dite në Australi u mbajtën në Bondi Beach me kapelet e kuqe të babagjyshit në kokë dhe robebanjo. Një pjesë e festuesve janë nga Europa dhe zgjedhin të lënë pas të ftohtin e kontinentit të vjetër për një Krishtlindje që nuk ngjan me të tjerat. Çudia e radhës erdhi sa kaq përpara 2 ditësh nga Somalia, qeveria e së cilës i ndaloi festimet e Krishtlindjeve me argumentin se ato mund të kërcënonin besimin musliman të vendit. Të tilla kremtime nuk kanë asnjë lidhje me Islamin, tha një zyrtar i Ministrisë së Çështjeve Fetare, ndërsa agjencitë e sigurisë u udhëzuan të qëndrojnë në gatishmëri për të ndaluar çdo grumbullim njerëzish në këtë ditë.